Horoskopi ditor e premte 30 maj 2025. Dashi, Venusi do jetë shumë i favorshëm për ju sot. Marrëdhënia që keni krijuar do jetë më e qartë dhe do kuptoheni mjaft mirë me njëri tjetrin. Të gjitha këto ju ndihmojnë të merrni vendime të rëndësishme. Beqarët duhet të kërkojnë në çdo vend personin ideal. Do ta gjeni. Kujdes nga influenca negative e Marsit në planin financiar. Shmangni me çdo kusht shpenzimet e të iskajshme. Demi, mos qëndroni për asnjë moment vetëm sot, sepse jo vetëm që do mërziteni dhe do bini në pesimizëm, por mund të lindin edhe mosmarrëveshje me partnerin. Beqarët do të përjetojnë ndjenja të thella për dikë që i kanë njohur rishtazi. Shprehuni sa më shumë, që do mos përballeni me surpriza të pakëndshme. Në planin financiar duhet të tregoheni sa më të matur. Binjakët, do keni dëshirë të dilni e të argëtoheni sot. Partneri do ju plotësoj qefin, por tregoni të vëmendshëm sepse ai mund t'i hedhë syt edhe diku tjetër. Mund të lindin edhe skena xhelozie. Beqarët nuk do dëshirojnë të krijojnë një lidhje. Shfrytëzojeni sa më shumë lirinë tuaj. Në planin financiar do kryeni transaksione të rëndësishme dhe do rregulloni problemet që keni pasur kohët e fundit. Gaforja, edhe sot lidhja juaj me partnerin nuk do jetë e qëndrueshme. Komunikimi do të zhbohet dhe her pas here do e vini në dyshim të ardhmen së bashku. Ambienti i beqarëve do të favorizojë takimet. Tregohuni më të hapur dhe shprehni gjithmonë atë që mendoni për dikë. Sinqeriteti do të vlerësohet shumë. Kujdes me financat. Duke dashur ta stabilizoni buxhetin, mund të bëni gabime të pafalshme. Luani, jeta juaj në çift do jetë shumë e lehtë për t'u jetuar dhe mjaft harmonike. Do jeni joshës dhe partneri nuk do rezistojë të qëndrojë larg për asnjë moment. Mund të bëni plane edhe për ndonjë udhëtim së bashku. Beqarët është mirë të qëndrojnë edhe sot vetëm, sepse në dashuri nuk do kenë fat. As me financat nuk do i keni punët mirë. Mos e teproni me shpenzimet. Virgjaresha, bëni kujdes gjatë kësaj dite, mos bini në rrjetën e dikujt tjetër. Personi do jetë mjaft simpatik dhe tërheqës dhe mund t'u aprish mendjen. Mos harroni se keni dikë në krah i cili ju dashuron marrëzisht. Beqarët do kenë një jetë sentimentale të mbushur me emocione. Përgatituni për momente të mrekullueshme. Planetet do jenë të favorshëm për financat. Buxheti do të përmirësohet. Peshorja, marrëdhënia me partnerin do jetë e mirë, do i kushtoni shumë rëndësi atij dhe do ja plotësoni të gjitha dëshirat. Beqarët do joshin pa pushim dhe do arrijnë ta bëjnë për vete atë që dëshirojnë. Do kaloni momente të mrekullueshme dhe emocionet do jenë të mëdha. Fati do ju buzëqesh në sektorin e financave. Do mund të bëni transaksionet e nevojshme dhe të hiqni disa lekë me njëng. Akrepi, jeta juaj sentimentale nuk do jetë shumë e qetë për shkak të turbullirave planetare. Do keni ai shumë kërkesa sa që ai që keni në krah nuk do di çfarë të bëjë më parë. Nga darka gjërat mund të ndryshojnë nëse ndryshoni sjellje. Për beqarët nuk do ketë asnjë të re. Të ardhurat financiare do të rriten. Do merrni iniciativa, do jeni të vendosur dhe do limitoni rreziqet. Ju lumt. Shigjetari, kjo ditë nuk do jetë shumë e favorshme për ata që janë në çift. Komunikimi do jetë i vështirë dhe mërzitja do të shtohet. Më shumë se sa ndjenja reale, do keni iluzione. Venusi do i ndihmojë beqarët të joshin dhe të krijojnë një lidhje me një person inteligjent dhe që do i bëjë të ndihen mirë. Këshilloni me dikë për financa dhe do gjeni një burim tjetër për të rritur të ardhurat. Ju mundeni. Britsjapi, nëse jeni në një lidhje, jeta juaj nuk do jetë aq e qetë. Në fakt, ndjeshmëria e tepërt dhe etja për ngrohtësi do ndërlikojnë marrëdhënien me partnerin tuaj. Do keni goxha keq kuptime. Nëse jeni beqar, nuk duhet të nxitoni për asgjë në mënyrë që të mos zhgënjeheni nga dashuria. Do jeni shumë të zotët me menaxhimin e financave dhe do kaloni me sukses një provë me rrezik. Ujori, nëse keni pasur probleme me partnerin tuaj, kjo ditë do të jetë mjaft e favorshme për të bërë hapat e parë dhe për të vënë çdo gjë në rregull. Do gjeni fjalët e duhura dhe çdo gjë do rregullohet. Beqarët do jenë të përgëdhelurit e planetëve. Një takim vendimtar do ju sjellë lumturinë. Në sektorin financiar do ndërmerrni rreziqe, por do ja dilni mban me sukses. Besoni më tepër tek fati. Peshqit, Nëse nuk fiksoni shumë pas defekteve të metave të partnerit tuaj,
Kjo ditë do të jetë shumë e këndshme për t'u jetuar. Mundohuni sa të mundni. Ambienti yjor do shtojë dëshirën e beqarëve për të rimuar dashurinë me përjetësime. Planetët do bëjnë gjithçka për të realizuar këtë. Edhe në planin financiar do keni fat, por duhet me patjetër të shmangni marrjen e rrezikeve të mëdha.